doni, Shqipëria është e jona. Banorët e fshatit Baksëriol kanë vijuar protestën këtë martë duke protestuar kundër projektit të ndërtimit të resortit turistik, duke kundërshtuar vijimin e punimeve dhe duke kërkuar zgjidhje të çështjes së të drejtës së pronësisë mbi tokën. Të veshur me simbole kombëtare dhe pankarta me thirrje për drejtësi, protestuesit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj projektit dhe drejtuan akuza edhe ndaj klasës politike, duke kërkuar mbrojtjen e pronës dhe zbatimin e ligjit. Që ta dini të gjithë, tokën Edi Rama Nena ka marrë për me ja dhënë një deputetit PD-s. Belinda Balluku ka firmosat e lajënërtimit për një prej kolegëve të vet në parlament, i cili është fatkeqësisht deputet i Partisë Demokratike. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimuls është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na është prezantuar si kushëri i zonjës Liri Berisha, na është prezantuar dhe si bashkëpronar. Nuk jeni ju që jetoni me e bëha atë për cilin ju paraqiteni, por sepse detyra, rroga për me kriju me fjalë bazën minimale familjeve tuaja, ju ka detyruar me veshat rrobë. Është rrobë shumë fisnike. Por e hu pisnikin e saj, kur i shërben një kaoset gabume, kur i shërben oligarkëve, kur i shërben hajdutave. Protesta në Riol u zhvillua në mënyrë të qetë dhe pa incidente. Në terren ishin të pranishme forcat të policisë së shtetit dhe asaj private, të cilat ruanin perimetrin e kantierit të ndërtimit. Protestuesit përsëritën se nuk do të tërhiqen nga kërkesa e tyre dhe se do të vijohen reagimet deri në zgjidhjen e çështjes së pronësisë.